Organizata jo qeveritare dhe dorë vazhdon sërinë e aktiviteteve sportive teksa së fundi ka organizuar për 2 ditë më radhë turneun e mini futbollit nga 3 vetat e emërtuar Futboll për Edukim, përfshirje sociale dhe argëtim. Një aktivitet i tillë është zhvilluar në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe Shtëpinë e Fëmijës. Kanë marrë pjesë në të rreth 100 fëmijë të moshave 10-15 vjeç, pjesëtarë të ekipeve The Door Albania Femra dhe The Door Oblika, si dhe fëmijë të tjerë të Shtëpisë së Fëmijës dhe të Lagjes Liria. Siç shikohet edhe nga pjesëmarrja, organizata The Door kërkon pjesëmarrjen edhe të këtyre shtresave në aktivitete sportive që ajo organizon, duke i përfshirë edhe ato në jetën sociale të këtij qyteti. Aktiviteti Futboll 3 për përfshirje sociale ka nisur me një ceremoni shumë interesante ku kanë marrë pjesë edhe të ftuar të shumtë. Në këtë ceremoni ka folur për fëmijët edhe Alban Hasani, ish futbollisti i Vllaznisë dhe tani trajneri i ekipit kombëtar të futsalës. Ai ka vënë theksin në rëndësinë dhe përfitimet e fëmijëve në aktivizimin me sport. Më pas shpresima që aktiviteti i parë në Shqipëri bëhet në Shkodër dhe në një institucion si shtëpia e fëmijës, sepse vetë titulli i këtij aktiviteti është sporti kundër sporti për gjithë, sporti kundër rasizmit dhe mendoj sepse shoqata dhe dorë bashkëpunim me shoqatën Ferma që njihet gjithë botën për aktivitete të tilla në kuadrin e 2 javorit në sporti kundër rasizmit më 16 deri 31 dhjetor zhvillohet edhe në Shkodër, si çdo vend e Europës dhe gjithë vendet e botës zhvillohet këto 2 javorsh. Unë është kënaqësi që marr pjesë me këta fëmijë sepse edhe jam i kënaqur si drejtuesët e kanë zgjedhur mua që të jem përfaqësuesi dhe fer për rrethin e Shkodrës, përveç faktit sepse i bashkangjitet sportit tonë të vogël me pranë futsallit dhe mendoj sepse sporti është i mirë për gjithë, sporti është jeta, se vetëm unë do të vetë fakt të konkret thjeshta për vitet që 20 vitet e demokracisë mi 22% e fëmijëve janë obez dhe një 14% e fëmijëve kanë probleme me syt për vetë faktin sepse ndoshta aktiviteti i paktit tyne, ndoshta janë kushtuar ndoshta edhe jo sporti, janë kushtuar kompjuterave dhe gjëra të tjera. Problemi është si na ti kthejmë edhe fëmijët si kohët e dikurshme, që fëmijët nuk ka rëndësishme çfarë sporti është, futboll, volejboll, basketboll, rëndësishme që fëmijët të lozin, të jenë kënaqur, sepse kjo duke luajtur sport je i qetë, je nga ana psikologjike je mirë dhe nga ana sensore dihet sepse është jashtëzakonisht mirë. Unë sinqerisht jam shumë i gëzuar që marr pjesë në këtë aktivitet shumë të bukur dhe falenderoj drejtorin e shtëpisë së fëmijës që bën si edhe terreni, edhe kushtet më rënd të zhvillohet kjo aktivitet në Shkodër. Shpresoj që edhe mendimin e bashkisë vitin tjetër të bëhet aktivitet më i madh, që të jetë edhe Shkodra, edhe rreth e tjera, që gjithë veriu të ta bëjmë Shkodër dhe të transmetojmë në Europë, sepse Shqipëria është kundër rasizmit, kundër diskriminimit të fëmijëve dhe i falenderoj dhe Rozafën sepse është shumë e kundollur për evenimente sportive, i falenderoj gjithë. Aktiviteti u realizua në kuadër të javëve të aksionit evropian të organizatave dhe klubeve sportive, pjesë e rrjetit Fair Futboll kundër racizmit në Europë. Nga ana tjetër, Bujane Topalli, drejtuese e projektit, ka folur dhe për futbollin e femrave dhe për fshirjen e elementit femër në futboll, si dhe për fshirjen e fëmijëve nga institucionet të përkujdesit sociale, atyre që vijnë nga familje në nevojë, krahas fëmijëve të tjerë nga familje më të ardhura normale, gjë që kjo përkon edhe me misionin e organizatës The Door. Sot në ambientet e shtëpisë fëmijës shkollor, zhvillohet aktiviteti luaj për përfshirjen sociale, luaj futboll për përfshirjen sociale, organizuar nga shoqata The Door në bashkëpunim me Fair, që është një organizatë e njohur në arenën ndërkombëtare për futbollin kryesisht. Zhvillohet aktiviteti futbollistik Futboll 3. Mesazhi që përçojmë është që nëpërmjet futbollit realizojmë përfshirje sociale, duke zbutur gjithnjëse minimizu rreziqet e racizmit apo diskriminimit që ekzistojnë si lloj e gjinisë, fesë, moshës e tjerë. Në Shkodër në fakt ka shumë vajza që merren me futboll dhe kjo është kthyer tashmë një pasion të madh për ta. Një nga pjesëtarët e ekipit The Door flet pikërisht për këtë gjë teksa thotë: Jam shumë e gëzuar që sot po lozim futboll. Shumë faleminderit i takan profesor Kastriot Facit që na mundsoi këtë ditë. Jam shumë gëzuar që unë los futboll sepse është ëndra ime. Ekipi im është The Dori, i cili unë jam me të dhe them se jemi shumë vajzat e edukuara. Ne lozim
për dëshirë dhe jo për gjërat e tjera. Sonil Zeka, arbitër dhe kryevëzhgues i turneut, ka thënë më shumë informacion mbi rregullat e futbollit dhe pjesëmarrjet e këtij turneu, duke theksuar që futbolli 3 luhet për herë të parë në Shkodër. Janë luetur 7 ndeshje të këtij turneu, pasi janë formuar 8 skuadra me nga 10 lojtarë me përbërje të 2 gjinit. E veçanta e këtij turneu ishte që asnjëherë nuk është dëgjuar fishëllima abilibilit, pasi kanë qenë vetë fëmijë që janë kujdesur për rregullat e lojës. Fair play në një atmosferë sportive me muzikë dhe plot argëtim. Të tilla aktivitete sigurisht që janë të rëndësishme për përfshirjen e fëmijëve të gjitha shtresave në jetën sociale dhe atë sportive të qytetit. Aktiviteti u realizua në kuadër të javëve të aksionit europian të organizatave dhe klubeve sportive, pjesë e rritit Fair, futboll kundër racizmit në Europë.